Në videot e mia kam folur dhe kam shpjeguar për dhunën në familje. Sot do të shpjegoj për një lloj dhune, një lloj narcisizmi që shkaktohet nga disa persona, kryesisht femra. Jo se meshkujt nuk janë narcisistë dhe nuk bëjnë dhunë në familje, bëjnë sa duash, po ka një diçka që kur dhunues janë burrat, ngrihet i madh e i vogël, gjithë shoqëria reagon ashpër, ti vrasin burrat, ti burgosin burrat, shteti vepron, punonësit e policisë me të drejtë janë shumë aktiv në këto raste. Po sot desha të shpjegoj për një lloj dhune të fshehur, që askush nuk flet, të gjithë e shohin me sy, shumë e ndjejnë, e vuajnë. Askush nuk reagon, shoqëria pajtohet me këtë lloj dhune dhe vuan pasojat. Pasojat janë shumë të tmerrshme më vonë. Kryesisht bjen mbi burrat, bjen mbi prindrit e burrave, po bjen dhe mbi fëmijët e tyre. Dhe mua kjo është ajo që më prek më tepër. Po tek e fundit, tek moshat e rritura le ta bëjnë, po vetëm tek fëmijët nuk duhet të ndikojë kjo lloj dhune, ky lloj narcisizmi. Dhe duhet t'jap një mesazh në fund për këto lloj njerëzish që bëjnë këtë lloj dhune me pasoja shumë të venda. Për çfarë kam fjalën? E kam fjalën për disa femra që janë ose jo familjare në shumicën e rasteve, po më vonë shumica nga këto prishin familjet se nuk ka birnene që i duron këto dhe disa burra i braktisin, ndahen, divorcohen, në disa raste përfundojnë edhe tragjikisht, në mënyrë tragjike këto